Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, në këtë emision do të ndalemi përpara një prej titujve më të bukur dhe më të thellë që kisha jep zojës së bekuar. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Do të meditojmë mbi zemrën e saj të pastër, mbi flijimin e virgjërisë, mbi përvujtrinë që shoqëroi në qastin e madh të lajmërimit dhe mbi mbanështinë e saj. Kur dëgjojmë fjalët e Jezusit në Ungjil, lum ata që e kanë zemrën e pastër, sepse do ta shohin hyjin. Mendja dhe zemra jonë shkojnë menjëherë te Maria. Ajo ishte zemra e pastër që pa hyjin, që dëgjoi zërin e engjëllit dhe që pranoi planin e tij me përvujtri të thellë. Në këtë udhëtim shpirtëror do të reflektojmë mbi dallimin mes lirësisë dhe virgjërisë, mbi mrekullinë e amësisë së saj hyjnore dhe mbi ligjin e ri të pastërtisë që lindi me Krishtin. Do të shohim si nga një virgjër lindi shëlbuesi dhe si prej saj u përhap në botë një ushtri shpirtrash të kushtuar që e kanë zgjedhur hyjin si dashurinë vetme. Le ta hapim zemrën tonë për të kuptuar më thellë pse Maria quhet me të drejtë shenjtja virgja e virgjave. Zemër e pastër. Askush nuk mund të shpresojë të jetë i denj për vizitën e një engjëlli, siç ishte nëna e hyjit, dhe fakti që ajo u nderua në këtë mënyrë është një nga arsyet e nderimit të madh që kisha i kushton asaj. Na kujtohen fjalët e Zotit ton lidhur me një nga 8 lumturitë. Lum ata që kanë zemrën e pastër, sepse do ta shohin hyjin. Papastërtia e vërban mendjen shpirtërore, sepse zhyt njeriu në lakmi dhe e largon nga gjërat qiellore. Maria ishte virgjër e shenjtë, prandaj nuk është për t'u habitur që ajo i pa dhe i përjetoi gjërat e hyjit më thellë se të tjerët. Ajo dëgjoi për njërit nga lajmtarët më të lartësuar të hyjit, sekretin më të madh e më të lartësuar, që është besuar ndonjëherë një zemrë njerëzore. Nga thjeshtësia e ëmbël dhe lutësia e një jete në dukje të zakonshme, ajo u zgjodh ndër të gjitha krijesat për t'u bërë nëna e hyjit, dhe reagimi i saj i parë ndaj kësaj thirrjeje ka mahnitur botën deri në ditët tona. Nderi sjell përvujtri. Zakonisht, kur një person ftohet të pranojë një nder, qoftë i vogël apo i madh, të udhëheqë një grup të vogël apo një ushtri, ai gëzohet dhe para se të mendoj për paaftësinë e vet, e pranon me krenari. Shpesh këto nderime ushqejnë vetëm krenarinë dhe jo jetën e brendshme. Flija e virgjërisë, ndërmjet saj dhe hyjit kishte një sekret të thellë. Në kohën kur çdo vajzë e devotshme hebreje, sidomos nëse i përkiste shtëpisë mbretërore të Davidit, kishte përëndër martesën me shpresën për t'u bërë nëna e Mesisë. Maria me përvujtri dhe dashuri për hyjin, përtej çdo kuptimi njerëzor, do të hiqte dorë nga një nder i tillë. Ajo kishte bërë një premtim virgjërie. Kjo është domethënia që autorët shpirtëror i japin fjalëve të saj. Unë nuk njoh burr. Virgjëria dhe amësia në kuptimin natyror dukeshin të papajtueshme. Maria ishte e gatshme të hiqte dorë nga amësia, qoftë edhe nga ajo e Emanuelit, për të qëndruar besnike ndaj kushtimit të saj. Dinjiteti i hyjit kërkon virgjërinë. Që nga shpallja solemne e dogmës së zënjës së papërlyer dhe pas shqyrtimit të dëshmive të shumta të etërve dhe shkrimtarëve të kishës në përshekuj, mësimi i kishës është bërë i qartë dhe i sigurt
mbi virgjërinë e Marisë. Është e pamendueshme që ajo para apo pas lindjes së Krishtit të mos ishte gjithmonë virgjër. Dinjiteti i Atit qiellor e kërkonte këtë, sepse me qenë se biri i tij është edhe biri i Marisë, është e sigurt se Ati nuk do të dëshironte që atësia e Krishtit të ndahej me askën tjetër. Shenjtëria dhe pafajësia e Krishtit kërkonin që ai të merrte mish nga një virgjër, pa bashkëpunimin e burrit. Prandaj, besimi i qëndrueshëm dhe i përshpirtshëm i të gjitha epokave të krishterë pohon se Maria ishte virgjër e kushtuar, se trupi, jeta dhe zemra e saj nuk u prekën kurrë nga pasioni njerëzor, se pastërtia e saj e panjoll mbeti e paprekur, si zambaku i bardh i dlirësisë së saj. Ajo flijoi amësinë dhe kështu u bënën. Ky ishte verzioni i saj, ky ishte ideali i saj, një vizion bukurie dhe besnikërie, për të mos qenë nën, qoftë dhe nëna e hyjit. Ishte një premtim solemn, të cilit ajo ju përmbajt me gjithë zjarrin e shpirtit të saj, edhe kur mesazhi i jashtëzakonshëm i engjëllit hyri papritur në jetën e saj si një stuhi vere. Të bëhej nën, po ta përsërisim edhe nën e hyjit, nuk do të bënte të lëkundej nga kushti i saj. Ajo ishte virgjër dhe virgjër do të mbetej gjithmonë. Ishte aq e vendosur në këtë udhë, sa përgjigja e saj e parë ndaj kryengjëllit tingëllon si një hezitim. Si do të ndodh kjo, pasi unë nuk njoh burr? Hyej do t'i duhej të kryente një mrekulli të re, të pa precedent, para se ajo të jepte pëlqimin e saj. Fjalët e saj mund të përmblidhen kështu. Ajo pranonte të bëhej nëna e Mesisë, vetëm me një kusht, që të mos i kërkohej kurrë të thyente kushtin e saj të virgjërisë. Vetëm pasi u sigurua për veprimin e Shpirtit Shenjtë, ajo shqiptoi fiatin e saj. Ja shërbëtorja e Zotit u bëf në mua sipas fjalës sate. Vetë fakti që një virgjër ngjizi, një virgjër lindi, një virgjër u bë frydhënse dhe një virgjër mbeti përgjithmonë virgjër, i jep një kuptim të ri dhe madhështor mësimit katolik mbi virgjërinë. Dlirësia dhe virgjëria. Ekziston një dallim ndërmjet dlirësisë dhe virgjërisë, edhe pse ndonjëherë në këto fjalë përdoren në mënyrë të përgjithshme. Virgjëria është virtyti i qëndrueshmërisë në ruajtjen e vetës plotësisht të lirë nga çdo kënaqësi seksuale. Dlirësia ndërkaq ruan personin nga kënaqësitë e çrregullta ose të tepruara. Jo të gjithë janë të thirrur për virgjëri, por të gjithë janë të thirrur për dërlirësi. Njeriu mund të mos jetë virgjër dhe të mos jetë në mëkat, por askush nuk mund të jetë i padlirë dhe njëkohësisht pa mëkat. Në shkrimin shenjtë kur flitet për dlirësinë, shpesh nënkuptohet virgjëria, një fryt i veçantë i krishtërimit. U desh biri virgjër i një nëne virgjër për të sjellë në botë një mënyrë jete kaq të re dhe të pakuptueshme për mendsinë pagane. Maria i kishte kushtuar hyjit përmbajtje të plotë nga çdo kënaqësi shqisore. I kishte zgjedhur këtë si trashëgimi shpirtërore, dhe Jezusi zgjodhi të lindte prej kësaj virgjërie. Këtu gjendet burimi i gjithë nderimit që kisha i kushton jetës së virgjër. Historia dëshmon se në botën pagane sensualiteti kishte thyer çdo kufi, deri në atë pikë sa vetë kënaqësia trupore ishte bërë formë adhurimi, një realitet që në forma të reja shihet edhe sot. Një ligj i ri i pastërtisë. Në kulmin e kësaj errësire pagane, Jezusi lindi prej një virgjëre dhe u bë ligjvënësi më i madh i dlirësisë së virgjër.
Jeta dhe shembulli i tij, si dhe jeta dhe shembulli i nënës së tij, u bën burim i nderimit të krishterë për thirrje në pastërti. Kjo doktrinë e re rrjedh pa ndërprerje nga Krishti dhe Maria, përmes apostujve si Pali dhe Gjoni, dhe u përhap përtej çdo shpjegimi thjesht njerëzor. Nuk ishte thjesht një ide apo ndjenjë, ishte një ngjarje konkrete, një fakt historik, një realitet i mishruar në historinë e shpëtimit. Një ushtri e re dhe e fuqishme, ashtu si dielli qan papritur e të dendura, në një botë ku njeriu ishte bërë rob i pasioneve dhe uljeve morale, u shfaqën papritur vajza të panumërta, të cilat përbuzën atë që bashkosit e tyre çmonin dhe i dha një lavdi të re krishtërimit. Shën Augustini thot: "Shiko këto turma virgjrash dhe të rinj të shenjtë, teksa i drejtohen Zotit. Në kishën tënde u rrit ky brez, për ty lulëzoj fuqia e rinisë që nga gjiri i nënës. Aty belbëzoj për herë të parë emrin tënd, ty të zgjodhen si thesar, ty ta kushtuan kushtin e tyre dhe për mbretërinë e qiellit hoqën dorë nga martesa, jo nga frika e kërcënimeve të tua, por nga dashuria për premtimet e tua." Sapo Jezusi mori jetën e tij virgjërore prej një nëne virgjër, një turm shpirtrash të fejuar me të, u përhap në mbar botën. Asnjë kom nuk ishte njohur një dukuri të tillë. Dhe sot edhe më i dobti mund të krenohet me ata që zgjedhin këtë jetë vetmohuese, mbi të cilën mbështetet përhapja e jetës mbi natyrore. Virgjëri frytdhënëse. Që nga Maria, virgjëria është bërë një nga kushtet e frytshmërisë së kishës, e cila shkëlqen në mënyrë të veçantë në jetën e zgjedhur, lirisht të meshtarëve dhe të urdhrave rregulltar të burrave dhe grave. Ata e paraqesin flijimin e tyre publikisht dhe e vullosin atë me kushtin e virgjërisë. Ata qëndrojnë sot si lavdia e kishës, duke sfiduar butësimin dhe mendimin se jeta e tyre është e padobishme për shoqërinë. Ata mund të shikojnë pas në shekuj dhe të përmendin figura si Shën Agata, Shën Cecilia, Shën Agnesa, Shën Gjoni, Shën Injaci, Shën Alfonsi, Shën Alojzi, si dhe mira burra e gra të çdo epoke, që kanë kthyer shpinën ndaj iluzionit të lumturisë toksore dhe kanë gjetur paqen në kushtimin e plotë ndaj hyjit. Po, të kushtosh jetën në virgjëri sepse dëshiron vetëm hyjin si dashuri të vetme, është një thirrje që miliona e kanë ndjekur dhe në të kanë gjetur paqe dhe dashuri të vërtetë. Virgjëria e denjë për amësi. Ky ishte kushti që Maria bëri për të qenë e denjë për birin e saj. Ajo e pranoi amësinë vetëm në kushtet e një mrekullie të jashtëzakonshme. Duke parë engjëllin Gabriel në trajt njerëzore, ajo tha me habi: "Unë nuk njoh burr." Apo e refuzonte ajo nderin që i ofrohej? Po, me gjas do ta kishte refuzuar, po të mos i ishte zbuluar plani i hyjit. Butësisht si një melodi qiellore, zgjidhja ju bëhet qartë. Shpirti i shenjtë do të zbresë mbi ty dhe fuqia të tejet lartit do të mbulojë me hije në vet. Kjo amësi e re dhe misterioze do ta bashkonte atë me hyjin në një mënyrë të papërshkrueshme. Biri i saj nuk do të ishte një person njerëzor, megjithse me trup dhe me shpirt njerëzor, por një person hyjnor. Prandaj ardhja e tij, larg së cënuar i virgjërinë saj, do ta shenjtronte dhe do ta lartësonte atë. Nuk kishte më asnjë pengesë. Virgjëria e saj do të mbetej e paprekur dhe përgjigjja e saj jashtë shërbëtorja e Zotit. Mbetet përgjigjja e fesë,
Përkulja e plot para vullnetit të hyjit, u bëft vullneti yt. Dhe kështu Maria është virgjër sepse ja kushtoi trupin e saj hyjit, dhe për shkak të dinjitetit të saj si nëna e hyjit, ajo është më e mrekullueshmja ndër të gjitha. Ajo është me të vërtet virgjëra e virgjrave. Ajo është virgjëra e tyre që adhurojnë para fronit të qengjit dhe këndojnë këngën që askush tjetër nuk mund ta këndojë. Ata e ndjekin qengjin kudo që shkojnë, janë shpenguar prej tij dhe gjenden të panjoll përpara hyjit. Nën e Krishtit, virgjra e virgjrave, eja me Jezusin tënd tek unë, edhe nëse bota është e ftohtë, zemra ime do të jetë strehë për të dhe për ty. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, ndjena ne. O Krisht, dëgjona ne. O Krisht, dëgjona ne. Ati prej qiellit hy. Ki mëshirë për ne. Biri shëlbues i botës hy. Ki mëshirë për ne. Shpirti shenjt hy. Ki mëshirë për ne. Trinia e shenjt një i vetmi hy. Ki mëshirë për ne. Shenjtja Mari. Loto për ne. Shenjtja nënë e hyjit. Loto për ne. Shenjtja virgjëra e virgjërave. Loto për ne. Nëna e Krishtit. Loto për ne. Nëna e kishës. Loto për ne. Nëna e hirit të hynushëm. Loto për ne. Nëna e kulluar. Loto për ne. Nëna krejt e pastër. Loto për ne. Nëna e papërlyer. Loto për ne. Nëna e paprishur. Loto për ne. Nëna e dashur. Loto për ne. Nëna e mrekullueshme. Loto për ne. Nëna e këshillit të mirë. Loto për ne. Nëna e krijuesit. Loto për ne. Nëna e shëlbuesit. Loto për ne. Virgjëra e nderueshme. Loto për ne. Virgjëra e lavdëruar. Loto për ne. Virgjëra e pushtetshme. Loto për ne. Virgjëra e mëshirshme. Loto për ne. Virgjëra besnike. Loto për ne. Pasqyrë drejtësie. Loto për ne. Selia e dijes. Loto për ne. Shkaku i gëzimit ton. Loto për ne. Visari përshpirtshëm. Loto për ne. Visari nderueshëm. Loto për ne. Visari zgjedhur për shpirtërie. Loto për ne. Drandofilja e mrekullueshme. Loto për ne. Kulla e Davidit. Loto për ne. Kulla e Filtisht. Loto për ne. Shtëpia e artë. Loto për ne. Arka i beslidhjes. Loto për ne. Dera i qiellit. Loto për ne. Ylli i mëngjesit. Loto për ne. Shëndeti të sëmurve. Loto për ne. Streha e mëkatarve. Loto për ne. Ngushëllimi i të pikëlluarve. Loto për ne. Ndihma e të krishterëve. Loto për ne. Mbretëresha e engjëjve. Loto për ne. Mbretëresha patriarkëve. Loto për ne. Mbretëresha e profetëve. Loto për ne. Mbretëresha e apostujve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmorëve. Loto për ne. Mbretëresha e dëshmitarëve. Loto për ne. Mbretëresha e virgjërave. Loto për ne. Mbretëresha e të gjithë shenjtërve. Loto për ne. Mbretëresha e zënë pa mëkat të rrjedhshëm. Loto për ne. Mbretëresha e ngjitur në qiell. Loto për ne. Mbretëresha e shenjtës ruzare. Loto për ne. Mbretëresha e paqes. Loto për ne. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Na fal ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Dëgjona ne, o Zot. O qengji hyj që shlyen mëkatet e botës. Ki mëshirë për ne. Në mbrojtjen tënde, po nga si moshenjtja nëna i hyjit, mos na i përbuz lutjet ndër nevojat tona, por o Virgjra e lume dhe e bekuar, na shpëto për herë prej të gjitha rreziqesh. Zoja jonë dhe ndërmjetëse jona, me birin tënd na pajto, birin tënd na porosit, ndërduar të birit tënd na lësho.
lutu për ne e shenjtja Nënë e Hyjit. Të bëhemi të denjë për premtimet e Jezu Krishtit. Të lutemi, jepna ne shërptorëve të tu, po të lutemi o Zot, ti gëzohemi për herë shëndetit të shpirtit dhe të trupit, e në përmëndërmjetësi të së madhërishmës dhe gjithmonë Virgjërës Mari, ti shpëtojmë trishtimit të tashëm dhe ti gëzohemi gazmendit të amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, sot kemi soditur madhështinë e një shpirti që në heshtje dhe përvujtri i tha po Hyjit pa kushte. Maria vloi amësinë dhe pikërisht përmes këtij flijimi u bënën. Ajo ruajti virgjërinë dhe pikërisht përmes saj u bë frytdhënëse për mbar njerëzimin. Në një botë që shpesh e ngatron lirinë me pasionin dhe dashurinë me kënaqësinë kalimtare, Maria na kujton se pastërtia është dritë, se përkushtimi është forcë dhe se besnikëria ndaj Hyjit është burimi i paqes së vërtetë. Ajo mbetet përgjithmonë virgjër, sepse i përkiste krejtësisht Hyjit. Ajo mbetet nën, sepse pranoi të bëhej shërptorja e Zotit, dhe përgjigja e saj, ja është shërptorja e Zotit, u bëf në mua sipas fjalës sate. Është lutja që kisha përsërit në çdo kohë. Le ta mbyllim këtë emision duke ja besuar zemrat tona asaj që është më e bukura ndër krijesat, më e përvujtura ndër të zgjedhurat, më e pastërta ndër bijat e Adamit, Zojës son, shenjtja Virgjëra e virgjrave.